Mirë se veni në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Cilat ushqime mund t'ju ndihmojnë të flini më mirë? Nëse shpesh ndjeni të lodhur në mëngjes apo keni vështirësi të bini në gjumë, atëherë qëndroni me ne sepse këto këshilla mund t'ju ndihmojnë jashtëzakonisht shumë. Pse është i rëndësishëm gjumi cilësor? Gjumi i mirë është helpsor për shëndetin tonë fizik dhe mendor. Ai ndihmon në përmirësimin e kujtesës, rritjen e energjisë dhe përmirësimin e sistemit imunitar. Por a e dini se ajo që konsumoni gjatë ditës mund të ketë një ndikim të madh në cilësinë e gjumit tuaj? Tani do t'ju tregojmë për disa ushqime të cilat mund t'ju ndihmojnë të flini më mirë dhe të zgjoheni më të freskët. Bananet janë të pasura me kalium dhe magnez, minerale që ndihmojnë në relaksimin e muskujve. Gjithashtu, ato përmbajnë triptofan, një aminoacid që ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, hormone që rregullojnë ciklin e gjumit. Bajamet dhe arrat janë një burim i shkëlqyer i magnezit, i cili ndihmon në relaksimin e trupit dhe përgatitjen për gjumë. Studimet tregojnë se mungesa e magnezit mund të çojë në pagjumësi, prandaj një krush bajamesh para gjumit mund të bëjë mrekulli. Qumshti i ngrohtë përmban triptofan dhe kalcium, të cilët nxisin prodhimin e melatoninës, hormonit që ju ndihmon të flini më shpejt dhe më thellë. Një gotë qumësht të ngrohtë para gjumit është një metodë e njohur që funksionon për shumë njerëz. Kivit janë të pasur me serotonin dhe antioksidantë si vitamina C dhe E. Studimet kanë treguar se konsumimi i kivit para gjumit mund të përmirësojë ndjeshëm, kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit. Orizi i bardhë ka një indeks të lartë glicemik, i cili mund të ndihmojë në përshpejtimin e gjumit. Një vakt i vogël me orez para gjumit mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së pushimit tuaj. Çaji i kamomilit njihet për vetitë e tij qetësuese dhe antioksidante. Ai ndihmon në reduktimin e stresit dhe ankthit, duke lehtësuar kalimin në një gjumë të qetë. Farat e kungullit janë një burim i shkëlqyer i zinkut, triptofanit dhe magnezit, të cilat së bashku ndihmojnë në prodhimin e serotoninës, një faktor kyç për gjumin cilësor. Përveç ushqimeve që ndihmojnë në përmirësimin e gjumit, është gjithashtu e rëndësishme të shmangni disa produkte të cilat mund të ndikojnë negativisht. Kafeina dhe pijet energjike stimulojnë sistemin nervor dhe mund të pengojnë gjumin. Alkooli, ndërsa mund t'ju bëjë të ndiheni të përgjumur, ai prish ciklet natyrore të gjumit. Ushqimet të yndyrshme dhe pikante mund të shkaktojnë shqetësime në stomak dhe të vonojnë rënje në gjumë. Tani do t'ju tregojmë disa këshilla shtesë për një gjumë më të mirë. Krijoni një rutinë të rregull gjumi. Shmangni pajisjet elektronike para se të flini. Sigurohuni që dhoma juaj e gjumit të jetë e qetë, e freskët dhe e errët. Nëse po luftoni pagjumësinë ose ndiheni të lodhur gjatë ditës, përfshirja këtyre ushqimeve në dietën tuaj mund të bëjë një ndryshim të madh. Provoni t'i përfshini gradualisht dhe shikoni se si ndikojnë në cilësinë e gjumit tuaj. Na tregoni në koment cilat nga këto ushqime preferoni më shumë për një gjumë më të mirë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.